Gjithçka për një projekt shkolle, historia e adoleshentit që qëndroi zgjuar për 11 ditë rresht. Nuk do ta besoni çfarë ndodhi trurit të tij. Sa do të ishit të gatshëm të sakrifikonit për një projekt shkolle, maksimumi një natë ose disa net pa gjumë, një darkë me miq për qef apo jo. Dy djem në Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë shkuar më larg se kaq. Në vitin 1963, dy djem në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dolën me një ide për një projekt shkollor, por eksperimenti i tyre do të kishte pasoja që zgjatën për dekada. Randy Gardner, 17 vjeç, dhe shoku i tij, Bruce McAllister, duhet të krijonin një ide për një projekt të panajirit shkollor dhe pasi nisën të mendonin së bashku, vendosën se donin të thyenin rekordin botror për të qëndruar sa më gjatë zgjuar. Në atë kohë rekordi mbahej nga një DJ në Honolulu, i cili arriti të qëndronte zgjuar për 260 orë, pak më pak se 11 ditë. Qëndrimi i tyre ishte i thjeshtë, ata donin të kuptonin se çfarë ndodh me trurin ton kur nuk flem. Dhe eksperimenti shkoi me sukses, pasi ata morën disa rezultate të rëndësishme. Gardner, i cili qëndroi zgjuar, thuhet se përjetoi çrregullim humori, probleme të përqendrimit dhe humbje hafat shkurtër të kujtesës, si dhe paranoj dhe madje dhe halucinacione. Në total, adoleshenti arriti të qëndronte zgjuar për 11 ditë, 264 orë, duke thyer rekordin në atë kohë dhe duke shënuar fundin e eksperimentit shkencor. Pasi u dërgua në spitalin dentar, 17 vjeçari fjeti për 14 orë para se të zgjohej në mënyrë natyrale.